Ju del boja e flokëve shumë shpejt, parukierja nuk ju a tregon këtë sekret. Zgjidhni gjithmonë shampon e duhur. Një nga shkatëruesit e ngjyrës së flokëve tuaja është shampo. Keni parasysh që të përdorni një shampo që është e krijuar për flokë të lyer. Kujdes me ujin. Uji mund të jetë një nga aleatët ose shkarkuesit më të mëdhenj të flokëve tuaj. Uji shumë i nxehtë ose shumë i ftohtë ndikon në ngjyrën e flokëve duke shkatëruar më shpejt atë. Hidratoni. Flokët e lyer kërkojnë shumë hidratim, ndaj bëjeni balsamin gjithnjë pjesë të praktikës tuaj të larjes. Hidratimi i thellë ju ndihmon jo vetëm ta ruani ngjyrën, por t'i mbani flokët dhe në formën e tyre më të mirë. Përveç balsamëve, mund të përdorni dhe maska të ndryshme flokësh. Merrni gjysmë avokado, shtoni një lugë çaj vaj bajame, vitamine dhe përzjeni mirë. Me këtë maskë lyeni flokët, kryesisht maja, dhe lëreni për 10 minuta para se të laheni. Më pas lani flokët si zakonisht duke përdorur një shampo miqësore me bojrat e flokëve dhe me ujë të vakët.